Jusuf a.s. kër kanë fëmijë i vogël, e ka pa një anër që 11 planete, edhe dielli, edhe hana, po i bajnë sejdë. E këtë anër ja ka kallëzu babës vet. I ka thonë babë vet, i ka thonë mos ja u kallëzo vllaznive tu, se shejtani por insanin është armik i qartë e ja u thurë na ide ta bajnë e kurth. Tema jam është mas një kohe kur i ka marrë vllazërit e vet. Jusuf a.s. edhe baba e nana i kanë shku, i kanë bë sejdë. E kur e ka pa këta, Jusuf a.s. i ka thënë babës vet, ka thënë apo të kujtohet andra? Kjo është komenti andras që e kom pa 11 planete, vllazërit e tina, edhe dielli edhe hana, baba e nana, i kanë bë sejdë. Kështu kthehet mirësia me mirësi, për sqarim o musliman, në atë kohë o kanë e lejume sejdja në formë të respektit. Ama të umeti Muhammedit a.s. është ndalume. Por ata dhe Muadh radiallahu anhu, kur i ka pa jahudit dhe të krishterët që po ju bajnë sejdë imama u tyne, prirsa u tyne, i ka pa që po e bajnë këtë sejdë për shkak të respektit tyne, e u kthyte Muhammedi a.s. edhe i ka rënë sejdë. E i ka thonë Muhammedi a.s. ka thonë qa u banë? Ka thonë, shaj respekti ja Rasulullah, ata për ju bini imama u tyne ati, e ma meritor se sa ata. I ka thonë Muhammedi a.s. ka thonë mos e ba, ka është ndalume në umetin e Muhammedit a.s. Tani ka shtu Rasulullah a.s. ka thonë, e si kur të kisha leju dikan me i ranë sejdë dikojna prej njerëzve, e kisha leju që gruja me i ranë sejdë burit sajna, për shkak të obligimeve që i ka ndaj tina, e respektin që do të me pas ndaj tina. E di që këta sot nuk kanë qef me një këto mediat tona, me po realitet është që kë, edhe veç që shto funksionan shoqëria, kur gruja e respektan burrin e sajna, deri që deregje, sa që ka thonë Muhammedi a.s. si kur të kisha liu, të më dhënë, nuk e ka liu, asë nuk banë, mirë po veç, por me kanë e qartë se çfarë obligimi kanë gratë dhe burra të tyne. A lusëm Allah në azvëgjem në bapër e muslimanëve të mirë.